Vetëm 36% e kompanive në Shqipëri deklarojnë se janë plotësisht dakord që produktet, malrat dhe shërbimet e tyre mund të konkurrojnë me sukses me ato të ekonomive të tjera të rajonit, sipas të dhënave të publikuara në Barometrin e Ballkanit 2025. Megjithatë, 40% e bizneseve shqiptare shprehen se priren të pajtohen me këtë vlerësim, që tregon se shumica e sipërmarrjeve kanë një perceptim përgjithsisht pozitiv, por jo plotësisht të konsoliduar për pozicionin e tyre në tregjet rajonale. Të dhënat tregojnë se Shqipëria rënditet nën mesataren rajonale për sa i përket nivelit të besimit në konkurrueshmëri. Në shkallë rajoni, 53% e bizneseve janë plotësisht dakord se mund të konkurrojnë me sukses në Ballkanin Perëndimor, ndërsa 25% të tjera priren të pajtohen me këtë vlerësim. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Kosova shfaq nivelin më të lartë të vetbesimit të biznesit, ku 75% e kompanive deklarojnë se janë plotësisht dakord për aftësitë e tyre konkurruese. Pastaj rënditen Bosnia e Hercegovina me 63% dhe Malizi me 59%, Serbia regjistron 46%, ndërsa Maqedonia e Veriut 38%. Një element që bie në sy është se Shqipëria ka pasur rënje krahasuar me një vit më parë. Në Barometrin e Ballkanit 2024, 50% e bizneseve shqiptare deklaronin se ishin plotësisht dakord për konkurrueshmërinë e tyre rajonale. Në vitin 2025, kjo shifër ka zbritur në 36, duke reflektuar një dobësim të perceptimit të sipërmarrjeve për pozicionin e tyre në treg. Nga ana tjetër, pesha e kompanive që priren të pajtohen është rritur nga 29% në 40%, çka sugjeron se një pjesë e bizneseve kanë kaluar nga bindja e plotë në një qëndrim më të kujdesshëm, ndërkohë niveli atyre që nuk janë dakord ose shfaqin në rezerva mbetet relativisht i ulët. Rezultatet e Barometrit të Ballkanit 2025 sugjerojnë se ndonse bizneset shqiptare mbeten përgjithsisht optimiste për mundësitë e tyre në rajon, ato janë bërë më të kujdesshme në vlerësimin e konkurrueshmërisë së tyre krahasuar me një vit më parë.